A është besimi në Zot një formë personaliteti, ja çfarë tregon një studim? Studimi i fundit i revistës së personalitetit dhe psikologjisë sociale trajton nëse besimi fetar duhet të jetë një formë personaliteti. Besimi fetar është i rëndësishëm, kështu që është me rëndësi që psikologët kuptojnë parashikimet e një personaliteti të tillë. Deklaruan autorët e hulumtimit, cilët u udhëhoqën nga Teresa Entringer. Për të adresuar këtë pyetje, studiuesit përdorën modelin Big Five të personalitetit si piknisje. Shumica e ulumtimeve të personalitetit në lidhje me besimin fetar janë përqendruar te 5 fushat e personalitetit. Në veçanti, psikologët e personalitetit kanë ekzaminuar neurotizmin, ndërgjegjshmërinë, pajtueshmërinë, hapjen ndaj eksperiencave, ekstraversionin, ngrohtësia. Njerëzit që e shohin veten si të mirë dhe të dhemshur kanë më shumë gjasa të jenë fetar. Zemërgjerësia nuk ka lidhje me fen. Pohueshmëria nuk ka lidhje me fen. Aktiviteti nuk ka lidhje me fen. Kërkimi i gëzimit nuk ka lidhje me fen. Emocionet pozitive, njerëzit që janë entuziast dhe energjik nuk kanë më shumë gjasa të jenë fetar. Hapja ndaj përvojës, fantazia, nuk ka lidhje me fen. Estetika nuk ka lidhje me fen. Ndjenjat nuk ka lidhje me fen. Veprimet nuk kanë lidhje me fen. Idet nuk kanë lidhje me fen. Vlerat, njerëzit që vlerësojnë artin dhe përvojat estetike kanë më pak të ngjarë të jenë fetar. Pajtueshmëria, besimi, njerëzit që e shohin veten si të besueshën kanë më shumë të ngjarë të jenë fetar. Të qenurit të drejtë për drejtë, njerëzit që janë të drejtë për drejtë dhe të sinqertë ndaj të tjerëve kanë më shumë të ngjarë të jenë fetar. Altruizmi, njerëzit që e shohin veten altruist kanë më shumë të ngjarë të jenë fetar. Pajtueshmëria, njerëzit që e shohin veten si respektues kanë më shumë gjasa të jenë fetar. Modestia nuk ka lidhje me fen. Të ndjeshëm, njerëzit që drejtohen nga ndjenjat kanë më shumë gjasa të jenë fetar. Ndërgjegjshmëria, kompetenca. Njerëzit që e shohin veten si të aftë dhe të përmbushur kanë më shumë gjasa të jenë fetar. Detyrimet, njerëzit që kanë më shumë standarde sjellje kanë më shumë gjasa të jenë fetar. Përpjekja për arritje, njerëzit që e shohin veten me shumë vullnet kanë më shumë të ngjarë të jenë fetar. Disiplinimi, kanë më shumë gjasa të jenë fetar. Këshillimi, kanë më shumë të ngjarë të jenë fetar nëse e shohin veten si të kujdesshëm. Neurotizmi, ankthi nuk ka lidhje me fen, armiqësia nuk ka lidhje me fen, depresioni nuk ka lidhje me fen, vetëdia nuk ka lidhje me fen, impulsiviteti nuk ka lidhje me fen, ndershmëria nuk ka lidhje me fen. Pasi analizuan të dhënat e personalitetit të mbi 55 milion njerëzve në 2000 qytete të botës, autorët e studimit arritën përfundimin se tiparet e personalitetit kishin një shtrirje të besimi fetar në vende shumë fetare si Nigeria, Kenya, Jamaica, Sri Lanka dhe Pakistani, por më pak të efektshme tek vende si Suedia, Norvegjia, Belgjika, Danimarka apo Estonia.